Kjo është zysha jote mi mam? Si jeni mirë, ja mami Brendonit jam, si jeni juve, si është Brendoni me mësime? Gëzohem që u njofën, po Brendoni ja është pak djalë trazovaçe, shumë lafazan, vetëm flet gjithë orën e mësimit, duhet i thosh 100 herë pusho, më gjon mua dhe ka raste që edhe nuk e kam mendjen në mësim. Por kështu në përgjithësi është djalë i zgjuar dhe po mundohemi të rregullojmë ca gjëra të vogla. Ashtu zysha, Po pse mi mam, ç'a thot zysha? Pse se ke menjen mësim ti? Ku e ke menjen? Se vjen shtëpi pastaj thu jo nuk e marr vesh, jo ashtu. As do të flasim shtëpi do flas. Po ja jam munduar ta ndroj me një bank, me një shok ose një shoqe tjetër aty se mos ndoshta muhabeti bën veten se shoqe më. Po prap nuk e ka shumë mendje në mësim. Ashtu zysha, Brendon, do ta sjellim me një mësim në ty. Siç po thoja është djalë i zgjuar, po ka raste që e merr pak me nxitim dhe nuk e lexon mirë atë pyetje dhe nuk ja kthen mirë përgjigjen, por ka mundësi të bëjë dhe më mirë. Gjithmonë ka hapësirë për përmirësim. Aman më zyshe sa e kam porosit 100 herë, kujdes më mam kur lexon pyetjen, lexoj 1 herë, 2 herë, 3 herë, derisa ta kuptosh dhe pastaj shkruaje përgjigjen. Po jo, ngutet ky do t'i japi të marrë detyrë shpejt. Hajde do të flasim shtëpi. Nuk po të marr më shumë kohë se ke edhe pritje të tjera. Faleminderit shumë zysha. Hajde shtëpi se ta tregoj shtëpiun.